Nderuar shikues, në këtë momente ne jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit. Në fakt kryefjala e ditës ka qenë paketa fiskale, buxheti ka pasur mjaft zhvillime që nga Partia Demokratike, një lloj përplasje apo çarje tek mazhoranca ndërmjet Lëvizjes Socialiste për integrim dhe Partisë Socialiste për sa i përket disa favoreve, nëse do t'i cilësonim kështu, që LSI-ja ka kërkuar për biznesin Fason. Do të flasim për këto, por gjithashtu edhe për të tjera detaje, pretendime që vinë për buxhetin dhe për paketën fiskale. Bisedën e sotme do ta zhvilloj me kreun e Partisë Republikane, zotin Fatimir Mediu. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, zotin Mediu. Unë do doja ta nisja nga një moment i cili ka të bëjë me mazhorancën, sepse sikur se thash edhe pak më herët, duke sikur shënuar një lloj përplasje ndërmjet Lëvizjes Socialiste për integrimin, e cila ka kërkuar që biznesi Fason të tatohet me 10% dhe jo 15%, mirë po në komision gjatë ditës së sotme është rrëzuar kjo kërkesë. Ju e cilësoni këtë si një përplasje dhe çfarë prisni? Atëherë, po të shikojmë hapat që ndjek hartimin projekt buxhetit, projekt dhe paketës fiskale, është qeveria që vendos. Edhe unë besoj që pjesëtarët në qeverisje të Partisë Socialiste kanë padyshim një marrëdhënie me partinë e tyre. Dhe kur është bërë ky projekt buxhet, kanë pasur qartësisht pozicionin pro ose kundër këtij projekt buxheti. Fakti që ngrihet tashmë ky pretendim nga deputet të Partisë Lëvizjes Socialiste për integrim është për shkakun sepse mendoj që ka një shqetësim real në rrethin e biznesit. Vetë biznesi nuk është pyetur, dhe nuk është vetëm biznesi Fason, por gjithë biznesi nuk është pyetur për këtë paket fiskal. Dhe ndoshta LSI-ja reflekton në raport me këtë çështje duke parë në dy koncepte, ndoshta për shkak të eksperiencës qeverisë nga pikpamja e vetë zhvillimit ekonomik të vendit, por edhe për konjunkturën elektorale të një përqasje më të mirë me biznesin, ndryshe nga Partia Socialiste. Por unë mendoj që Lëvizja Socialiste për integrim se sa vërtet e ka këtë pretendim të saj në raport me paketën fiskale ose projekt buxhetin, duhet ta tregoj në seancën që do të zhvillohet nesër. Duke parë paketën fiskale, duke parë edhe buxhetin pikërisht këtë lloj draftin, gjykimin tuaj, cili do të jetë mëkati më i madh i kësaj mazhorance që ndoshta do të vi si shuplak, është fjalë e rëndë, por që bumerang gjatë vitit 2014, një vit i vështirë ekonomik. Mëkati më i madh është kuptuarit pse e qeveritar, në kuptimin që se ke konceptin e qartë. Qeveria socialiste mendon që ajo ka të gjithë autoritetin për të vepruar mbi shoqërinë shqiptare sipas bindjeve të saj. Në një kohë që është krejt e kundërta, qeveria është krijuar nga qytetarët nëpërmjet votës së lirë. Dhe qeveria duhet të kuptojë limitet e veprimit të saj. Dhe në këtë pikpamje qeveria përpiqet që të garantojë të mirat publike, por duke garantuar dhe një marrëdhënie të drejtë me të gjithë grupet e interesit. Ajo që duket qartë që është mëkati më i madh i kësaj qeverie është që fut dorën në xhepin e biznesit pa e pyetur fare biznesin. Njësoj si kur tjenë edhe ata që ta rrëmbejnë pa drejt hajdut të rrugës, cilët bëjnë po të njëjtën gjë, s'të pyesin po të grabisin. Edhe qeveria në këtë rast e grabit biznesin pa pyetur fare se kush janë konsekuencat dhe pasojat me biznesin, kush janë raportet dhe marrëdhëniet me biznesin. Për më tepër, kjo qeveri ka krijuar dhe një frym tjetër shumë negative, duke konsideruar biznesin si pjesë e problemit të shoqërisë. Duke konsideruar biznesin që këta janë njerëzit cilët kanë marrë, kanë para, duhet ja marrim. Po kthehemi në një mentalitet të një ndarje klasore dhe lufte klasore që është krejtësisht e papranueshme, që krijon efekte shumë negative në shoqëri. Krijon tendenca, të cilat mund të kenë pasoja jo të vogla në momente të caktuara. Dhe unë mendoj që ky është hapi i parë. Qeveria duhet të kuptojë një gjë, që në qoftë se ka një zhvillim ekonomik Shqipëria, kjo vjen për shkak të vetë kapaciteteve, të aftësive dhe të mundësive që ka krijuar biznesi. Dhe gjithë zinxhiri i zhvillimit ekonomik të vendit, i punësimit në Shqipëri, i rritjes mirëqenies ekonomike, i luftës kundër varfërisë vjen pikërisht nga zhvillimi i biznesit, nuk vjen nga qeveria. Sa më shumë qeveria të fuzë dorën në xhepat e qytetarëve, të rrisë taksat, aq më tepër kufizohen lirit tona. Dhe kufizimi i lirit tona do të thotë në situatat vështira ekonomike, absolutisht në situatat të vështira ekonomike duhet jemi gjithmonë edhe më të kujdesshëm. Se në qoftë se flasim për politikat forta sociale në situatat vështira ekonomike, në një shtet të dobët ekonomikisht, do të thotë të shtrëngojmë përfyti biznesin për një moment caktuar për t'i marrë atyre maksimalisht, për t'i shpërndarë në formë një lëmoshe dhe për të bërë pastaj do të një politik do të thoshë ekonomiko-elektorale, më tepër sa politika fatgjatë me një vizion qartë se ku shkon Shqipëria. Rama ka folë për një model të ri ekonomik. Ku është modeli i ri ekonomik?
modeli i ngritjes taksave, ideja e taksës progresive, do të thonë që ata që kanë më shumë paguajnë më shumë, ata që marrin pak paguajnë pak, ata bëjmë aritmetikën e thjeshtë. Taksa e sheshtë për 10% është një lloj takse progresive. Pse? Ai që fiton 100 milion paguan 10 milion. Ai që fiton 10 lek duhet paguajë 1 lek. Ky është shteti i gjithë qytetarëve. Për këtë u votua me 23 qershor. Jo, nuk besoj që votua për këtë dhe ky është një mashtrim i madh, do të thonë nëse nuk mendoj që Rama u votua për këtë. Do të kam bindje që nuk u votua për taksën progresive. Kam bindje që shoqërinë shqiptare akoma konceptimi dhe raporti i qytetarëve me taksat që paguajnë dhe mënyrën se i përdor pushteti janë akoma në një çështje do të thonë të njohje graduale. Nuk kemi në atë njohje shoqërisë që ta vlerësoj siç duhet të situatë. A jeni dhe ju përgjigjës kur them ju mazhoranca e shkuar për situatën e vështirë ekonomike në cilën ndodhet vendi? Le ta bëjmë analizën përsëri, do të thonë në një këndvështrim jo të gjykimeve tona, por të raporteve ndërkombëtare. FMN-ja, Banka Botërore, vetë Progres raporti i Bashkimit Evropian ka theksuar që Shqipëria përballoi me sukses krizën ekonomike botërore fal politikave të saj fiskale. Edhe në prezantimin e paketës fiskale nga vetë qeveria, thuhet që taksa e sheshtë uli informalitetin dhe rriti të ardhurat, por shton që nuk është bërë një studim se sa e suksesshme është. Në qoftë se ka garantuar dy elementë, rritjen e të ardhurat dhe uljen e informalitetit, do të thotë që ka sukses në raport me taksat që kanë qenë përpara. Dhe atëherë si u ndryshua? Jo, absolutisht, do të thonë gjithë kjo teoria e borxheve etj. Ideja e borxheve duhet bërë një analizë e qartë. Janë më tepër spekulime që bëhen. Keni patur FMN kundër Bankën Botërore me deklaratat kujdes borxhin, është ndryshuar tash marrëdhënia. Është tjetër që borxhi publik. Borxhi publik që ftuhet duhet kemi kujdes. Borxhi publik kjo qeveri sot që flasim kur ishin në opozitë thoshim që duhet ta ristrukturojmë borxhin, duhet ta frenojmë marrjen e borxhit dhe nga ana tjetër ka ngritur borxhin nga 64 në 73%. Që do të thotë shkon drejt limiteve të rrezikshme të borxhit që ka pas shqetësim FMN-ja dhe Banka Botërore, apo dhe Bashkimi Evropian. Dhe kjo ka edhe një pasojë tjetër në procesin e marrjes statusit vendit kandidat. Nëse Shqipëria do të futet në një cikël e krize ekonomike ose problemesh ekonomike, do bëjmë tërësisht pa dëshirueshëm për sa i përket raportet me BE-n. Ai qytetari holandez apo gjerman, shqetësimin më të madh nuk e ka tek ato elementë sipërfaqshëm që diskutojmë ne. Shqetësimin më të madh e ka pse duhet paguajnë ata për Shqipërinë nesër për shkak do të thënë të procesit antarësimit të Bashkimit Evropian. Megjithatë duhet ta ndaj qartësisht, absolutisht kam bindjen që mund të bënim shumë më tepër në luftën kundër informalitetit dhe pikërisht kjo është që duhet parë nga qeveria e sotme. Qeveria e sotme duhet shikonte se si duhet ulte informalitetin për të provuar që edhe ne kemi qenë gabim që baza e njerëzve që duhet paguajnë në Shqipëri është më e gjerë, mund të paguajnë më shumë sepse ka shmangje ka evazion fiskal e tjera. Dhe të gjitha ato do të përligjesh nëse qeveria do të provonte qoftë edhe një ulje të informalitetit në vitin e parë me 5 apo 10% nga raportet sot me të informalitetit. Si ka kuptimin shoqëri që paguajnë vetëm 40% dhe 60% nuk paguajnë? Pra do të thotë që ka hapësira në këtë sistem, do të thonë të politika fiskale, të cilat lejojnë evazionin fiskal. Por në ky sistem i taksave progresive që pretendohet vendoset, do të bëjë që bizneset në nivelit lartë tentojnë shkojnë biznes në nivelet më të ulta për të mos paguar, për të krijuar akoma më tepër gropa të zeza në sistemin fiskal dhe për të rritur evazionin fiskal. Për t'i dhënë mundësi qeverisë për të mbledhur për një kohë sipas interesit të saj, një buxhet, por për të shkatruar perspektivën e biznesit. Kam dëgjuar kolegë deputet që thonë 3% apo 1% janë në këtyre që do të thënë ngarkohen. Pa e dini që 3% apo ky 1% janë ata që garantojnë sot 80% buxhetit në Shqipëri? Pra që këta që janë 80% kontributor, shikohen nga qeveria si njerëz cilët nuk vlejnë. Në një kohë që janë kontributor më të madh zhvillimit ekonomik të vendit dhe sidomos të përmendët disa herë bizneset. Ju gjykoni se biznesi i huaj, investitorët e huaj për të punuar gjatë në paktën 4 vitet e fundit të mandatit tuaj koalicion, pra qeverisës do të ndikojë një lloj taksimi i tillë sikurse janë shprehur që ata largohen nga Shqipëria? Pra biznesi juaj mund ta bëj në vepër atë që ka deklaruar në turizëm që ka patur me Partinë Demokratike, për duke u larguar? Ne në kohën tonë ulëm corporate tax nga 25% në 10%. Do të vendosëm taksën e sheshtë dhe me këtë do të flasësh nga biznesi huaj e shikon taksën e sheshtë si një avantazh ekonomik. Unë nuk mendoj që asnjë biznes i huaj apo edhe vendas investon në Shqipëri për filantropi. Vjen dhe investon për interes fitimi. Dhe kur vjen dhe shkëput investimet e tij nga vendi vet dhe vjen në Shqipëri, shikon disa faktorë. E para stabilitetin politik ekonomik, klimën politiko-ekonomike dhe shikon edhe fitimin. Në qoftë se ti ul normën e fitimit, atëherë pse të mos shkojë në një vend tjetër?
Dhe ky është problemi tjetër me taksën progresive. Në qoftë se ne shkojmë 15% në tatim fitimi, mos harrojmë që vendet tona fqinje, siç është Malizi, Maqedonia, Bullgaria e kështu me radhë, kanë taksën e sheshtë dhe janë shumë atraktive në këtë pikpamje për biznesin huaj siç është Shqipëria. Dhe kjo është një gjë tjetër që do të bënte që do të vëmendje biznesit tuaj të mos jetë më Shqipëria dhe avantazhet që mund të kishte Shqipëria, po të shkojnë në vendet tona fqinje. Pra ne krijojmë një disproporcion, do të thënë edhe me vetë vendet e rajonit, gjë që është tërësisht e dëmshme për interesat ekonomike të Shqipërisë. Por unë kam bindjen që do të thënë qeveria në këndvështrimin e saj nuk e ka vëmendjen se si zhvillon biznesin. Qeveria në vëmendjen e saj mendon se si mund t'i marrë biznesin. Edhe sjellja e tyre në opozitë, kundër koncesioneve, kundër investimeve tuaja, si mos ta çoj, po kjo është rruga që po shkojmë drejt krizës, sepse nëse të gjithë faktorët ndërkombëtar, duke filluar Bashkimi Evropian, FMN-ja, Banka Botërore, kanë vlerësuar këtë sistem taksash, kanë thënë që Shqipëria për shkak të këtij sistemi fiskal garantoi, do të thënë, shmangjen e krizës. Atëherë logjika ta çon që të paktën duhet provuar që të ecim në këtë logjikë të mbajtjes dhe garantimit të rritjes ekonomike, rritjes së kësaj ritmeve të rritjes ekonomike dhe lehtësirave për biznesin në mënyrë sepse është një lidhje zinxhir. Nëse do të eci ekonomia, nëse do të eci biznesi, do të thotë që ata janë po ashtu të zotët të riinvestojnë dhe nëpërmjet reinvestimit të hapin dhe vendet e punës. Ç'ndot në të kundërt? Nëse shteti e merr këtë pozicion dhe grumbullon maksimalisht, siç kanë dëshirë shumë ta interpretojnë sot, për të kënaqur shtresat nevojë, ata që konsiderojnë shtresat varfra, nuk është se jep atyre mundësi për të zhvilluar kapacitete punësimi. Është një lloj lëmoshi që jepet në formën e asistencës sociale dhe kjo vjen një moment e cila mbaron dhe nuk i ka hapur asnjë shans, asnjë perspektivë dhe këtij grupi shoqëror. Dhe ne duhet bënim një analizë të thjeshtë buxhetit. Do të sa vërtet janë efektet sociale për shkak të buxhetit që i akordohet nga qeveria dhe sa mund të ishte zbutja efekteve të varfërisë apo edhe të efekteve sociale për shkak të investimeve që mund vinë nga biznesi apo investimeve që vinë nga fondet publike. Dhe mendoj që asnjëherë nuk është bërë kjo analizë në Shqipëri. Secili vjen dhe futet në lojë me idenë që unë e kam tash dhe unë do ta bëj siç e mendoj unë. Ne sot duhet gjoni me vëmendjen më të madhe besoj biznesin vendas dhe biznesin e huaj. Dhe për sa kohë ka një shqetësim të shtuar biznesit vendas dhe biznesit huaj, mendoj që është një problem shumë real që ne duhet ta dëgjojmë me vëmendje më të madhe. Nëse ka një stres shoqërisë shqiptare që duhet dëgjuar për qeverisjen e vendit, është biznesi. Nëse ka një stres e cila duhet konsideruar nga qeverisja, padyshim janë stresat nevojë, por për zhvillimin ekonomik të vendit duhet dëgjuar shumë biznesi. Gjatë ditës së sotme, Partia Demokratike ka depozituar jo pak por 39 amendamente për projekt buxhetin, të cilat i cilëson si pikat më të dobta, ku pra duket se është abuzuar, gjithashtu ka pasqyruar një lloj realiteti të kryeministrit Rama gjatë kohës që ai ishte në fushat, duke bërë pra edhe ballafaqimin. Partia Republikane ku ka kundërshtit e saj më të forta, përveç asaj që ne tham, ndoshta edhe në sektor që mund të jenë sektor real? E para duhet të vlerësoj qëndrimin e Partisë Demokratike sot, e cila faktoi një qëndrim, do të them, krejt të kundërt të zotit Rama me këtë projekt buxhet në raport me ato që ka premtuar në fushatën elektorale. Është një qëndrim krejt ndryshe. Dhe kjo është e faktuar sipas deklaratave të zotit Rama dhe aty që janë parashikuar në projekt buxhet. Nga ana tjetër, Partia Republikane ka bërë amendamente veta, janë rreth 5 amendamente që ne kemi paraqitur. Ne kemi kërkuar që taksa mbi tatim fitimin të jetë 10%, pra ti kthehemi logjikës taksës sheshtë, për vetë ato arsye që unë përmenda më sipër, për të stimuluar biznesin nëpërmjet saj zhvillimin ekonomik dhe luftën kundër varfërisë dhe padyshim edhe thithjen e investimeve të huaja. Kemi kërkuar që taksa që është vendosur mbi taksa e qarkullimit që është bërë 17 të ulet në vlerën 7%, sepse ka një efekt zinxhir rritja e çmimeve të karburanteve që do të ndikojnë jetën e gjithë secilit dhe padyshim edhe në efektin e biznesit, rritjen e kostove e kështu me radhë dhe çmimeve që do të kishte pasaj pasojë jo të vogla dhe mbi atë që pretendon Partia Socialiste që duhet ta mbështesë do të thosha këto shtresat nevojë. Sipas Partisë Socialiste do të përmirësojë cilësinë e ajrit sepse një pjesë e mirë do të ecë. Atëherë përgjigjja është e thjeshtë, sa nga ky fond meqense ka nevojë për cilësinë e ajrit dhe mjedisit, akordohet për mjedisin. Do të thënë, këtu s'ka asnjë fond që do të thënë garantohet nga këto të ardhura që të shkonin në interes të mjedisit. Ndoshta do bëheshim gjithë koshient që po bëhet diçka për të shërbyer mjedisit. Kjo është do të një hipokrizi për të mbledhur para për interesat do të e shpenzimeve qeveritare më tepër sa investimet që nësishme në mjedis. Nuk ka në investim që nësishme në mjedis.
Nuk ka në filozofi të re, do të thosha në mjedis në pikpamjet e investimeve. Unë kam folur edhe me kolegun tim Koka, do të thënë si njerëz disponuar për sa i përket çështjes mjedisore, do ishte mirë që të krijohej një fond mjedisor, edhe nga financimet buxhetit, dhe nga detyrimet kompanive, edhe nga mbështetjet financiare ndërkombëtare, për të pasur investimet përqendruara në mjedis për rehabilitimet dhe për nevojat tjera mjedisore. Dhe jam i gatshëm ta mbështes në çdo iniciativë mjedisore për këtë çështje. Ja kam bërë prezent edhe zoti Rama idetë të cilat kanë filluar që edhe në kohën kur ishim në qeverisje, por që nuk u finalizuan dot. Një çështje tjetër që kemi shtuar ne është dhe pikërisht çështja për sa i përket gjobave në biznes. Zoti Rama gjatë fushatës elektorale premtoi që do t'i falte të gjitha gjobat, të paktën nga marsi e këtej. Nuk e ka bërë një veprim të tillë. Por ka një shtrëngesë të madhe që do të thënë pothuajse i falimenton biznes, jo, gjobat përgjithsisht. I falimenton bizneset. Do të thënë përgjithsisht kur një biznes gjobitet, ai ka të drejtën e ankimimit qoftë se para paguan gjobën 100%. Atëherë pyetja shtrohet pse e ngritëm gjykatën administrative? E ngritëm për të vepruar shpejt. Ka shtuar edhe ditët që ke në dispozicion për të bërë ankimin. Jep ka më shumë biznesit. Çështja është që do të thënë ti duhet paguash gjobën 100%. Dhe ne si Partia Republikane kemi kërkuar nëpërmjet amendamentit që të paktën paguhet 25%, sepse kemi tashmë një gjykatë administrative që duhet kthehet bëhet funksionale, dhe të filloj pikërisht do të thënë ta paguajë mbas të vendimit gjykatës administrative në qoftë se nuk fiton të drejtën, ose shteti t'i kthejë 25% rastin se fiton të drejtën. Se 100% e gjobës është një ngarkesë kaq e madhe mbi biznesin sa mund ta vendosë atë në kolaps ose në rrugën e falimentimit, dhe po flasim momente të vështira ekonomike. Dhe kjo është në mbështetje të atij propozimi që ka bërë edhe dhoma e tregtisë këtu, dhoma e tregtisë dhe grupet e biznesit. Por ne ata e kishin idenë 50%, ne jemi te ideja 25% për vetë faktin sepse tashmë kemi gjykatë administrative e cilat duhet të funksionojnë në kapacitet plot. Një çështje po ashtu shumë e rëndësishme në pikpamje të pozicioneve politike të Partisë Republikane është padyshim çështja e pronës private. Unë e ngrita edhe në diskutimin në parlament dy momente që do të thosh janë shumë të rëndësishme për të gjykuar. Zoti Rama gjatë fushatës elektorale tha që ne do t'i bëjmë legalizimet falas. Tashmë ka një politikë krejt ndryshe, nuk ka një politikë legalizime e falas. Një pjesë e fondit do të përdoret. Dhe ajo që shikojmë është thuhet që për sa i përket pronarëve, 3 milion do të garantohen nga buxheti dhe 13 milion nga legalizime. Nga 16 milion që është totali. Nga 16 milion që është totali. Atëherë do t'i marrim me radhë. Kemi disa ligje, është ligji për kthimin dhe kompensimin e pronave, dhe akordohet vetëm 3 milion. Edhe ky 3 milion që i këtij viti nuk është shpërndarë te pronarët. Pra u shhequr atyre pronarëve që kishin drejt për ta përfituar. 13 milion do të garantohen nga legalizimi, që është gjithmonë një pikë pyetje, do garantohet apo jo, është një proces. Dhe ajo që ne shtrojmë me drejt është kjo, nëse qeveria merr borxh dhe thotë që unë po shlyej bizneset, të cilët kanë punuar me mua. Po këtë borxh që kanë mbi pronarët që kanë rrëmbyer pronën pa drejt, a duhet kjo qeveri ta shlyejë? Sepse nëse do ecim me këtë për llogaritje, do duhen 700 vjet për të dëmshpërblyer edhe kompensuar financiarisht pronarët. Dhe po të ecim me këto ritme të legalizimit, do duhen rreth 30 vjet, kur zoti Rama tha duhen vetëm 2 vjet. Janë dhe vendimet e gjykatës së Strasburgut, që janë një kosto rreth 10 milion dollar. Dhe ne kemi propozuar të paktën këto vendime gjykatës janë detyruar për të zbatuar, të akordohet një fond nga qeveria, pikërisht nga i fondi që këta pretendojnë që do të jetë fondi për shlyerjen e detyrimeve karshi biznesit. Sepse ka dhe absurditete të tilla, apo jo. Ne prishim godina në Bregdet dhe themi që do kompensojmë 5 milion për një pallat, në një kohë që i japim gjithë pronarëve për të kompensuar vetëm 3 milion. Gjithë pronarëve në Shqipëri, 3 milion. Pra atyre që u kemi marrë pa drejt, që i kemi shpronësuar pa drejt në kundërshtim me Kartën Europiane të Drejtave të Njerëzit. Një nga problemet kryesore që ka ngritur dhe BE-ja, sot i shpronësojmë akoma dhe vazhdojmë edhe nuk kemi asnjë lloj interesi për ta. Mirë, çështja e pronës nuk është çështje që e ka zanafillon me qeverinë Rama, është një çështje e cila ka histori që nga 90-ta, Partia Republikane ka një nga kartat më të forta. Ju çfarë keni bërë? Atëherë, t'i kthehemi këtij realiteti se gjithë pyesin çfarë kemi bërë. Që nga fillimi Partia Republikane bashkë me Shoqatën Pronësimi dhe Drejtësi kanë qenë të vetëm që kanë ngritur këtë çështje. Dhe në atë kohë, ata të partisë që ka marrë përsipër Rama, na quhenin Bejler dhe Agallar, po na kthejnë, do të thonë ish Bejler dhe Agallar, çiftligar dhe kështu me radhë për të krijuar një frym po klasore, se ky ka qenë mentalitet deri në atë kohë i justifikueshëm. Për fatin e keq dhe Partia Demokratike ka pasur po të njëjtin qëndrim politik. Ideja do të thonë që toka i takon atij që e punon, është sipas një gjykimi në bindjen time tërësisht marksist-leninist. Nuk ka asnjë ndryshim. Prona i takon pronarit ligjshëm. Prona i takon dhe është një drejtë themelore, nuk mund cënohet.
Dhe në këtë pikpamje duhet respektuar e drejtat e pronës private. Së bashku me shoqatën pronësimi e drejtësi kemi bërë shumë aktivitete në raport me sensibilizimin e shoqërisë shqiptare për këtë çështje. Dhe arritëm që me pjesëmarrjen e zotit Godo në kushtetut ta sankcionojmë dhe në kushtetut drejtën e pronës private. Kemi sensibilizuar dhe opinionin ndërkombëtar. Vetë shoqata pronësimi e drejtësi ka pasur aktivitete të jashtëzakonshme për sa i përket çështjes pronës dhe sidomos çështjeve në gjykatën e Strasburgut. Pra them që ka shumë çështje të cilat Partia Republikane ka qenë pjesë, por Partia Republikane nuk ka pas ndonjëherë 51% të kuvendit për të bërë ligjet sipas binjeve të saj. Unë vetë kam përcjell në kuvendin e Shqipërisë, kam përcjell në kuvendin e Shqipërisë, do të ndryshim ligjit 7501, ndryshim për ligjin për fermat bujësore, që janë garbitur pa drejtë 100.000 hektar tokë, pra shumë gjëra të cilat i ka bërë Partia Republikane. A ka bërë mjaftueshëm? Unë nuk mendoj që asnjëherë mund thuhet që është bërë mjaftueshëm, se për këtë jemi në politikë. Por mendoj që gjithmonë është përdorur një tendencë për të përçarë ose manipuluar politikisht. Zoti Rama dikur ka thënë që pronarët shkojnë te partia e tyre. Gjatë kësaj fushate tha do ta zgjidh problemin e pronave. Me këtë projekt buxhet tregon që ka një dizinteresim total për çështjen e pronave dhe për më tepër vazhdon dhe këmbgul që do të vazhdojë me ligjin 7501. Është histori vërtet e gjatë dhe ndoshta do duan mjaft vite që kjo çështje të marrë. Po nuk besoj që ka ngelur për gjykuar Partinë Republikane vetëm mja forcë politike që e ka ngritur këtë çështje. Jo, pas të Pandaloni do që të bëjmë këtë pyetje, sepse keni qenë 8 vite në qeverisje dhe kontributin ju duhet ta deklaroni, jo ne. 8 vjet në qeverisje, asnjëherë Partia Republikane nuk ka votuar një ligj i cili vjen ndesh me interesin e pronarëve. Unë kam qenë ministër dhe kam votuar kundër. Deputetët e Partisë Republikane kanë votuar kundër. Kemi marrë iniciative legislative në mbështetje të pronarëve. Mund të kish pas një konsultim më të mirë, mund të kish pasur veprime shumë më të qarta, për këtë nuk kam diskutim, nuk besoj që Partia Republikane ka qenë në perfekcion në lëvizjet e saj politike, por mendoj të paktën kërkush nuk mund të drejtojë gishtin karshi saj, se është vetëm një forcë politike që e ka ngritur në mënyrë konsistente këtë çështje. Kemi mbritur në fund, unë të falenderoj që erdhët në studio, besoj se kemi dhënë një informacion, ndoshta kemi paraprirë edhe diskutimeve që ju do të mbani në seancë kur buxheti do të kalojë nen për nen. Faleminderit zoti Mediu që ishit në studio. Faleminderit juve. Ndërsa ne të nderuar teleshikues, në këtë momente kemi momentin që duhet të njihemi se çfarë ndodh gjatë mbrëmjes në emision Alarm, se do të jenë fushat që do të preken, problematikat, është kolegja Dajana Shabani. Dajana, mirëmbrëma, fjala për ju. Alarmit, përshëndetje, edhe e mbyllëm javën këndshëm, e nisëm mbar dhe do ta përfundojmë ashtu. Ndërkohë që njerëz dobohen, tamam dobohen nga puna, e ndërkohë edhe rrihen, por kemi edhe të tjerë të cilët dënohen pa pasur asnjë faj. Politikanët tanë kur marrin kreun e një partie që sidomos kur janë në opozit, harrojnë të marrin pjesë edhe në mbledhjet si për shembull Lulzim Basha në Bashki. Këto dhe të tjera vetëm pas pak një super mbrëmje. Faleminderit dhe suksese, Dajana. Nderuar teleshikues, ne këtu kemi përfunduar. Zakonisht ju kujtoj se për më shumë informacione mund ta vizitoni edhe në faqen tonë zyrtare oranews.tv. Në Korale aty do të njiheni me zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni, bota, por gjithashtu edhe me programet e radio televizionit Ora News. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.